104 vjeçarja Mereme Baraktari është gruaja më e moshuar në komunën qendër të rrethit të Malësisë së Madhe, e cila ka 41 vite, që merr pension duke filluar nga viti 1973. Me rrudhët në fytyrë dhe shami në kokë, në pamje të parë, ajo nuk duket dhe aq e vjetër, por kjo certifikat lindjeje dhe ky letër njoftimi i vitit 1981 e vërteton këtë. Përveç se nënë dhe bashkëshorte, Meremja është edhe veterane lufte, që tregon për plagët dhe dekoratat e dhëna në atë kohë. U jam veterante. U kam dalë qysh në 42-shin në mal, me gjithë burë. Kena majt partizant me ta, kem majt Shejna Zjuken, që met në luft, kam majt Lila Zenelin, Qazim Kapasyzin, Fari Ramadanin, Sadik Bekteshin, Nura Beqirin, në Shkodrës, edhe Tom Kolen bashkëpunus me te. Që ka met. Atë dit jam që avra Tom Kola, jam plagosën në krahin e majt, njëto, edhe më ka dalë njëto. E më rëndë se plumbi, për Meremen ka qenë vdekja e fëmijëve të saj në moshë të vogël. 4 fëmijë të mit, ku kam kene martume, pse s'kam pa, s'kam pa ballë. Por jeta e saj ka pasur edhe dasma, gëzime dhe lumturi. Dasma jeme ka kënë, mirë bën ka kënë. Në senat ko, maja kalit në kanë quë, me duvak kuq, kanë bën dasmet, 24 orë, ka krye dasma jeme. Ama atë e kam quë jetën si kurkush. Si krajlicë. Tregon se e jati, e ëma dhe vëllezrit i kanë vdekur pa i mbushur të 80-tat, ndërsa vajzën e ka 74 vjeçe. Prandaj, Meremja nuk di të thotë se cili është sekreti i jetëgjatësisë së saj, sepse nuk ka mbajtur asnjë dietë të veçantë. Unë ma fort buke kos bile ho, si ma kona më tepër. Teksa flet për jetën që ka kaluar në punë të ndryshme, që nga kooperativa, hidrocentralet e spitali, Meremja tregon dhe për humbjen e plotë të shikimit para 2 vitesh, që ja ka pamundsuar daljen jashtë shtëpisë. Ja, valla qysh që jam bën smur s'kam dalë. Vesh dal den në shkallë, ja aty, herë dal njëtë në korridor, nuk kam dalë. Nuk kam qef. Por pavarësisht moshës dhe verbërisë, Mereme Baraktari duket e vendosur që të mos marrë ndihmë nga askush, por t'ja dalë mban vetë.